drejtuesja e trupës gjykuese që ka dosjen Berisha është kushurira e një deputetje. Mund të ketë ndonjë pazar këtu? Jo, shiko, konflikti interesi Elsa Ullirin, pra mund bëhet ndonjë pazar për të dosje duke nxjerrë të pastër apo? Shiko, unë qëndrimin tim për rasti Partizani e dini shumë mirë, ta përsëris. Për mua rast Partizani është ndjekje politike dhe jo juridike. Përsa i përket mënyrës së SPAK-ut, e kemi thënë, unë jam anti-SPAK me arsyetim, me argument dhe ajo provuar me 83 mandate që është e paimagjinueshme të ndodhë në një vend, edhe sikur të kemi patur zhvillim ekonomik 100% në këtë vend, nuk merret një qeveri 83 mandate dhe pothuajse të gjithë burgaxhi brenda Partisë Socialiste. Pyetja e drejtë sepse nuk ka bërë asnjë reagim edhe Berisha për trupën gjykuese, por edhe për këtë gjyqtar. Se ne duhet të mësojmë që plepat 1 janë plepat 2. Unë e kam thënë tek ju dhe vazhdoj këtë gjë. Tani në rast se ju doni të dënojmë dikë sepse duhet të dënohet që të ulim nivelin e inatit apo mbledh që kemi ndaj klasë politike që t'i fusim në burg, unë nuk jam dakord. Unë jam dakord kështu, po të dashur qytetar, nëpërmjet votës, përmes votës më mirë, mund të ndëshkoni çdo lloj politikan në Republikën e Shqipërisë. Nga i riu më i vjetri. Sepse po përdor drejtësinë të dini që politika e vjetër do gjej marifetet dhe veglat, kështu më popullore, që të bëj lavazh jo trurit tuaj, por lavazh gjithë klasë politike në tërësi, që të shikohet se sa të paaft janë të rit dhe sa të aft janë të vjetrit. Prandaj them për rastin Berisha, për pjesën juridike ka mbajtur qëndrimin dhe do ta mbajë dhe nuk e ndryshoj këtë gjë. Për sa i përket konfliktit interesit, duhet tani të shkojmë tek pjesa juridike. Konflikti interesi duhet jetë i drejtë për drejtë dhe jo torthorazi. Që do të thotë, në rast se ekziston një konflikt interesi, duhet që gjyqtari ta parashtrojë. Por kjo gjë se një deputet, një subjektit politik është në një parti dhe personi është kushuri apo ka lidhje farafisnore apo krushie apo gjëra të tjera, nuk janë që bëjnë personin të përjashtuar nga procesi penal. Pra, biem gjithë kushurinë, po sikur të hyjmë fell e fell. Urdhëron? Biem gjithë kushuri, them, po të hyjmë fell e fell. Po të jam i bindur për këtë, po të hapun derën tani, ta pyes nga jeti, ne njihemi babi, nëna, halla, tezja, gjyshja, shtogjysi në radhë dhe shkon. Avokat, prandaj po kryesuesi i trupit gjykues, çfarë ka më shumë të antarët për të vendosur? Thjesht vetëm të vendosë rregullat procedurale. Po mund bëjnë një manovër në gjë apo jo? Jo, nuk mund bëj ai sepse do të keni parasysh diçka. Drejtuesi i seancës është që të marrë radhën që fol ti i pari, ti i dyti, i nderuar dhe kështu me radhë. Nuk është për shembull që ai se nuk mund të kesh treshen aty të thotë ai ulu ti ngreu ti jo, fol ti jo, pra duhet të respektohet ky ekuilibër. Një kjo. 2. Në rast se procesi do të jetë kaq shumë i gjatë, normalisht kryesuesi i seancës në votën e tij nuk është se më themi kur e kemi barazi votet e tij vlen, por në rast se themi që 2 antar janë dakord që zoti Berisha të dënohet, normalisht antari tjetër do jetë pakic. Mund të jetë edhe kryesuesi i seancës. Por kjo nuk do të thotë që ai ndikon në vendimarrje. Vendimarrja është në bindjen e brendshme të gjyqtarit, i cili pasi do të shqyrtojnë të gjitha provat, atëherë ato do të vendosin në dhëmë këshillimi se si do të bëhet dënimi apo jo të zotit Berisha. Unë do të them që as konflikti interesit nuk ka lidhje fare, as drejtuesi i seancës, as antarët e trupit gjykues. Unë do ta them dhe nuk ndryshoj. Plepat 1 kurse si nuk mund të jetë më të mira se plepat 2. Përpara se shkojmë nga e njëjta radhë.